Do t'i kthejmë edhe një herë të dashur dëgjues lajmit për aksidentin që ndodhi dje në Hamburg të Gjermanisë, kur një grua 39 vjeçe ka sulmuar me thik disa qytetarë në një stacion trenash. Ajo është arrestuar si e dyshuar kryesore për sulmin me thik në stacionin qendror të Hamburgut. 12 persona janë lënduar, përfshirë 3 që janë në gjendje më kritike, kanë raportuar zyrtarët. Ne do të bëjmë përpjekje të lidhemi me profesor Mohamet Idrizin në Hamburg, një shqiptar joni shumë aktiv dhe syçel, do të thosha, për të gjitha zhvillimet atje. Zoti Idrizi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jemi ne në këtë mëngjes në Radio Kosovë. Morëm shkas të flasim për aksidentin që ndodhi dje në stacionin qendror të trenave në Hamburg dhe ne gjëja e parë që na shkon në mend për shqiptarët tanë që kemi atje. Faleminderit për ftesën. Një sulm nga një femër 39 vjeçare me shtetësi gjermane, nuk është përcaktuar më konkret ato që është bërë. Ajo dje ka ora 6 e sulmoi në platformën 13-14, që është për trenat që vinë nga distanca nga qytetet të tjera të mëdha Gjermanisë. Me një thikë sulmoi disa persona. Sot në mëngjes lajmërohet që janë 18 persona të lëndum. 5 janë të lëndum rënd, 4 janë të lëndum ma let, në ata tjerë të ishin pak lëndum. Dje ishin 550 policë dhe staf tjerë qytetit si zjarë fiks ishin në stacion trenit. Dhe kuptohet që mendimi i parë është gjithmonë të jo vetëm të shqiptarë, por të ata njerëzit që të ki pak më afër, kanë qenë atë të involvum. Që e dini ju, stacioni trenit i Hamburgut është njëri prej stacioneve më i frekventuar në Gjermani, ka dikon rreth 550.000 udhëtar çdo ditë. Dhe për platforma 13-14 është ta platforma që la frekventohet më shumë të zakonisht vinë trenat e distancës të ICE-s ku ka shumë udhëtar. Djellën ishte një festë e madhe në qytet, kështu që aja alarmi funksionoi jashtëzakonisht mirë dhe mundet po që punëtorët policë zjarë fiks dhe ndihma e shpejt ka funksionu jashtëzakonisht profesional. Sa dje deri tani nuk ka një person të lënduar me prave shqiptar, po informatat po vinë vetëm nga dale. Nuk dihet për motivin e saktë personit. Policia thotë që e kishte një gjendje të jashtëzakonshme psiqike, domethënë nuk dihet konkret ende pse ka bo... Çka e ka shtyrë, domethënë. Çfarë kanë thënë deri në këtë çast mediat lokale atje, mediat gjermane, çfarë mund të çojë një person të kryejë një akt të tillë në rrethana ndoshta edhe të panjohura? Nuk dihet ende, mundet me qenë një situatë që e ka rënë aq tepër që e ka marrë atë vendim ta bëjë atë veprim, por në fillim gjithmonë është ta brenga, siç e dini edhe ju, që mos ka qenë ndonjë sulm terrorist, apo mos ka qenë ndonjë sulm politik tjetër. Frika ekziston ose mbi zotëron të shumë njerëzis, sepse krijohet ajo përshtypja që nuk mundesh me një vetën kërkon sigurt, edhe është pak e komplikuar kur jeton në një shtet ku ti gjithmonë duhesh me pas frikë. A mundesh me udhëtu me mjete publike, me trena apo me autobus. Kjo është një fenomen që në kohën e fundit po krijon edhe një përçarje jashtëzakonisht të madhe shoqërisë, një mosbesim ndaj njerëzve ose grupacioneve tjera. Tash nuk di është me thonë fatmirësisht apo fatkeqësisht, nuk e di si ta shpreh këtë farë ndjenjë. Unë kisha frikë për krejt kolegët e mi të punës, kisha frikë për krejt anëtarët e shoqatës tonë, edhe i aktivizova veten kur mora vesh për sulmin, sepse mu me thërt ke motra e me telefonën nuk isha i angazhum. Dhe ajo është vetë policia një Gjermanisë ofër Shtërblatit dhe me pyetja është kejt okej, se kam ndodhur në sulm stacion trenit të Hamburgut, edhe në thash që nuk isha në atë kohë. Ato zakonisht ota çdo kohë të lirë jam spaku një herë apo 2 herë në atë stacion trenit, se ota i vetë kur shkoj në universitet për doktoraturë, ota i vetë do me thonë, jo rasisht ju mora, zoti Mohamet, për di që i dini shumë, ana e shumë zhvillime atje, edhe si thash, gjëja e parë që na shkon mend është siguria e shqiptarëve që kemi, të dim që në mesin e këtyre të lënduarve nuk është asnjë shqiptar, apo? Deri tani nuk ka asnjë informat për ndonjë shqiptar të lënduar në atë sulm dje në stacion. Ndërkohë që në Gjermania ka qenë e goditur këtë vit bukur shpesh me sulme dhe akte të tilla.
E vërtet është krijuese tash përshtypja e pasigurisë për shumë njerëz mendoj. Tash në rolin tonë si person, si individ, ku ndonjëherë je edhe familjar, ndonjëherë je edhe prind, apo je edhe shok, a shoqe e dikujna, gjithmonë i kia ato mendimet në rolet ndryshme, si janë ata njerëzit që i kam ofer, dhe sa ma shumë përgjësi, sa ma shumë njerëzit që i ki ofer, aq ma tepër e kia të bringën. Sa shqiptar jeni në Hamburg, zotë Idrizi? Pa i tash statistika konkrete fatkeqësisht nuk ka, na nuk e dim edhe për numërimit popullatës në Kosovë, nuk e ndonjë informatë sa është numrit shkon në përbiseda individuale apo asaj mundësisë statistika që kemi pa dikon deri në 60 deri në 70.000, që është jashtëzakonisht shumë, sepse siç e dini Hamburg është pak Republik land mbete, po e ka popullsinë diku 1.8 miliona, tani kur të krahasosh për atë hapësirë 50 me 60 jug perëndim dhe anën tjetër është një numër jo i vogël. Vitet e fundit kemi një migrim jashtëzakonisht madh nga troja qytetare, siç e dini në Hamburg jetojnë më shumë shqiptarë të Maqedonisë, Veriut dhe edhe në drejtim ka migrim shumë, po edhe shqiptarët e Kosovës. Edhe shqiptarët e Shqipërisë që vinë nga Italia, nga Greqia, po janë të përqendruar aty apo? Po, është i rritën numri, ka shumë migrim nga Italia dhe Greqia shqiptarëve të Shqipërisë. E kështu nuk ka statistikë saktë, sepse statistika zakonisht marret prej pasaportit ose pravdës me pasaport. Në këtë rast është lehtë ndoshta me marrë numrin e shqiptarëve të Kosovës që kanë shtetësinë të Kosovës. Po shumë vështirë me marrë për numrin për njerëzve të tjerë. Po, e rëndësishme ka shumë shqiptar. Të dashur dëgjues, zoti Muhamet Idrizi është kryetari i Odës për arsim në gjuhën shqipe në Hamburg. E du më ndalë zoti Idrizi këto, sa ke punë me Odën e me shqiptarët tanë atje? Punë mendoj që do të me pasur një jetë tjetër veç gjysë. Punë ka jashtëzakonisht shumë, është një komunitet i shkëlqyshëm, s'di si ta përshkruaj. Është janë të vyshëm, janë punëtor. Punë ka seriozisht tepër shumë dhe mundohem na me kon ajo ura cila i krijon ato lidhjet ndërmjet palës gjermane, shtetit tam, po edhe ndërmjet njëri tjetrit, sepse ka herë vjen thjesht në institucion, një platformë, një shoqat cila i mundson disa takime, i mundson disa shkëmbime edhe i ndihmon njëri tjetrit, ja me informat, ja me na ndihmë administrative apo shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme kjo adresë. Zoti Muhamet Idrizi, kur kime ardhur në Prishtinë të pim një kafe për këtë shqetësim që ta nxora në këtë mëngjes nga Radio Kosova. Po, unë do të thej sot përmes Hamburgut për Prishtinë dhe për me vërtet, sepse kam bashortën dhe vajzën atje, po edhe prindër bashortës disa familjarë tjerë. E kem një javë pushim, si më dhënë dhe thash ta shfrytëzoj këtë kohë, sepse në Kosovë koha pak më e mirë, po thonë këtë periudhë. Sot e kemi pak me shi, po ka me qenë java pak më stabile. Nashta bëhet më mirë kur vjen. Kur vjen te krimi na ndreqë dhe motin. Faleminderit shumë, me rrugë të mbarë, mirëardhshëm, ne të presim edhe në Prishtinë, urna edhe për kafe këtu në Radio Kosovë. Faleminderit shumë për kohën që ndat. Shëndet për ju, për familjen tuaj, punë të mbarë për gjithë shqiptarët tanë, kudo që janë me thekë të veçanta tanë në Hamburg, për cilët kishim shkas sot në këtë mëngjes. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, miru bashkën. Gjithë mirat. Dëgjues të dashur, bisedua me zotin Muhamet Idrizi, një shqiptar i yni në Hamburg të Gjermanisë. Shkas kishim sulmin e djeshëm nga një 39 vjeçare në një stacion qendror në Hamburg, ku u lënduan 12 persona, si dëgjuam zotin Idrizi, 5 që kanë të lënduar rënd tashmë që po trajtohen nëpër klinika. Nuk ka informacione ende nëse mund të ketë ndonjë shqiptar në mes në tyre. Urojmë që jo, urojmë edhe ata që janë të lënduar të trajtohen, të marrin trajtimin e duhur sa më shpejt të shërohen. Është Muhamet Idrizi, kryetari i Odës për arsim në gjuhën shqipe në Hamburg, një shqiptar i shumë aktiv atje, dhe shkas kishim pra në këtë mëngjes të marrim informacion nga vendi ngjarjes, siç thuhet, edhe për këtë ngjarje që ka ndodhur mbrëm në Atlant të Gjermanisë.